Në Mirat Jara pi qaje dhe i shëron sepse kompondi nuk funksiononte. Shkove në Amerikë, po të njëjta kriza. Unë e di që ti do të vjesh dhe do të njëjtësh në Amerikë. Pse? Unë e di që ti do të mbrosh atë. E di shumë mirë, po të shikosh mesazhet dhe kërcënimet që më ka bërë ai person, nuk dua t'ja di më për asnjë gjë. Është jeta ime, familja ime edhe shoqëria ime. Nuk dhe mesazhet, kërcënimet që më ka bërë thot ai person. I kam gjitha mesazhet se me pranverën kam folur vetëm në Instagram. As numrin e telefonit nuk ja kam unë asaj. Dhe më thonë, në Instagram i kam gjitha nga fillimi në fund. Do t'i postoj tash në sota me live-in, do t'a postoj paket të gjithë në story, nga fillimi në fund. Mesazhi vetëm që i duke kësaj kërcënim ka qenë një voice që ja kam qu të motrës, duke i thonë, ke 24 orë, me këthy lekt mrapa popullit që e ke marrë. Për ndryshe, do t'ju denancoj, do t'ju fusë në burg. I vetëmi kërcënim që unë kam banë, qofë se kjo atë e merë për kërcënim, nuk ma ndjen hiq. Mbaje për kërcënim. kokën as njeri dhe ai njeri nuk ka shanse në botë të bëj diçka që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Ku e gjeti ai doktori? Kush ja dha informacionet atij? Është personale. Si mund të hysh ti në Tashi kam kartelën e spitalit që do ta publikoj edhe atë, se kjo zonjusha po thot kush i dha atij të drejt doktorit. Tashi kjo kur ka ardhur te unë në Amerikë, është regjistruar në adresën e shtëpisë time në Bronx. Edhe emergency contact jam regjistruar me emrin tim edhe me numrin e telefonit tim. Për çdo informacion, për çdo ndërhyrje që ju do të kësaj, u regjistrova unë. Pra ishim bashkë. Edhe normal që ekzistojnë të gjitha letrat, dhe i hell. Edhe kjo ishte pjesa që unë fliqësha me doktorin, edhe në synin e kësaj, edhe kur vite doktori aty, unë i fliqësha. Pra, me lejen e zonjushës, me fjalë, mashtruses, me fjalë, edhe me adresën teme, me gjitha që kam pas, që kjo është regjistruar, do ta hell mësa në kartelën e spitalit. Edhe një mesazh të pranverës që e kam në Instagram, që thot, Eli, erdhi doktori, a do vonohen e do vini se do me fol doktori me ty. Po, i thash doktorit të bëj telefon. Edhe do ta shihni orën kur më ka shkru kja dhe orën kur më ka thirrë doktori, se kam edhe thirrjen e doktorit. Dhe me thonë, mas një orë mrapa më ka thirrë doktori mu në telefon, kur isha me duke i marrë turshi edhe fasule që do të kjo, me ja çu në spital unë zonjushës. Me gjithë Geraldin ishim bashkë, tu ja çu. Kartelën e dikujt, të nxjerrësh doktorin, e diti që unë, nëse i them doktorit për atë gjë, bëhet shumë e madhe. Unë po i ruhem shumë gjërave. Atëherë shumë bukur për atëra, në qoftë se është e drejta jote, në qoftë se është e drejta jote. Kemi kërkuar strehim në spital, ai ka ardhur në spital, ka bërë shef, më ka mbrojtur spitali, po më mban spitali dhe më thonë Ka ardhur në spital, po më mbron spitali, po me bën spitali drama, të shakuptoni se sa e smur është kjo, dhe me thonë, kjo është edhe intrigante. Të shakuptoni jo se sa e smur është, në kohë që edhe gëndjen, ka ardhur në spital, thot me ka bërë sherr në spital, me ka marrë zvar, do thojnë ma vonë, në spital, edhe po me mbron dhe spitali. Nërkohë, une këtë makinën e dytë, këtë Range Roverin, e ka me kamer mrena në makinë, që du nxjerrë edhe atë. Nga
Zënjusha që ne kemi i nga spitali bashk në makinë time, une, Geralda, Lorna, edhe kjo zënjush Pranvera. E kam qu në brëndës të shtëpia. Dhe më thonë, kemi dalur nga spitali bashk. Kjo thot që mu po me mbronë spitali. Kjo do që të viktimizohet. Pra, e kuptoni se kush është i smur këtu? Kjo që është e smur, është e smur. Po ja them unë, po është e smur mendore. Jo, atë që ka marrë lekt. Kjo që është e smur mendore, se shifësha shpifje shban. Desha ta sqaroj se nuk kam hyj gjithë ditën, po tash kam hyj me i pa me vëmendje këto memet e saj, edhe po them që kam desh me lanë mos të fol më për të. Fare, hiç. Po s'mund ta lej, s'mund ta ka përdis poshtë vendin e kësaj. Nëncoje. Është tu, e kanë dhjenë nga spitali dhe nuk e lejon të hynë më, se e panë çdo gjë që bëri. Shumë bukur. Atëherë unë e bëj I ka thënë spitali denoncoje se e kemi bllokuar, nuk e lej më për të hyrë mbrana. Okej. Do dalë tash edhe pak të makina, do marr kartën e spitalit, e kam makinë, nuk e kam hupa la. Aksesin që hysha ditë në spital, sa herë të dosha. Aksesin që ja bara kësaj, të kjo nuk u lejote me kënë 2 veta në dhomë, që shkova e ka pa doktorën i thasht lutem lene motën e vetë me te, se nuk është mirë, është depresion, është ashtu, ja mundësova këtë mundësi. Nga jo pjesë në lejoshin edhe ne me hy sarë doshim, orare pa orare. Edhe e funit, me kanë thënë të denoncoja. Po mirë me i motër, me më denoncu për qa? Pse nuk të heci hajnia? Se erdhe në Amerikë, është sa me marrë letat e spitalit që ta plëtsoshe gofonit, mërshë lektë dhe tikshe. Për këtë, do më denoncosh ti mu. Unë s'të kam bërë si gjatë keqë, as të kam sha, as nuk shaj, as të kam kërcenu, as të kam ra, as të kam prek me dorë. Unë të kam lanë buk me 2 durë dhe mija. Që të më denoncosh ti mu? Ti me rrunë lesht me gjithë racën tane. Mu. Edhe mos u ndalo. Ik dhe denonco. Mos u ndalo se do jem shumë i lumtur të me bëjnë telefon një policë. Se ke numrin ti, me gjitha jepja numrin, thuj, këtë personin duhet denoncoj për kërcenim, për rrafje, për qatë dushti. Ik dhe mos dil këtu, se le kukrën e namit. Ik, bane denoncimi, unë jam i gashëm, jam këtu, nuk më shem, jam shpi, sa jam qu, se jam lolla shumë mas teje, të të nej mrapa ty si ti fëmija jam, edhe mos e ndalo, le mos din me bërë presion këtu, unë dojtë denoncoja. Që të më denoncosh ti mu? Që të dhash buk, që të nimova, që të qova me karrotë sakatash me dur dhe mija të futa në emergency, që u mora me gjithë doktorat për ty, që të gjitha spitali më të mirë ku është në Amerikë, që pastaj tërë doktori të tha, lik në shpi se nuk ke leuqemi, dhe të thash, ktheu lek popullit shqiptar, për këtë do më denoncosh ti mu. Që të thash ti nuk ke shansë si vjellash ato lek, që të thash ti o do i kthesh lek popullit, o do denoncoj, për këto fjallë do më denoncosh ti mu. E di se e duke më pa, shumë mirë e di. E manë men aty mi televizor, të dhoma, ku ishe e shtruar. E manë men kamerën mi kokë. E manë men apo se manë men? E manë men, e di shumë mirë që e manë men. Ajo kamerë aty mi kokë është me zanë. Edhe unë po pres denoncimin tanë. Se kur ty në shteti, ajo kamerë shkon direkt të shteti. Kuptove? E din shumë mirë. Manë men kur thash o sa bukur, shifë qarë siguriet ka këtu. Ja ku ke kamerën mi televizor. E manë men. Pashdo mos e nalë. Mos dil këtu me thanë do denoncoj. Mos ec këtu me fjallë të Alex Vish se Sami Dubai. Se nuk do të eci as ty, as aty në Karajfilave.
A kupton, ne mos të mësojmë, te kanë mësu boll, kanë qu viktim boll deri tash. Po s'qojnë ma viktim, se jetu viktimizu veten. Edhe do thoj njerëzit prapë ja bën Eli. Unë thjesht po mbroj veten, po tregoj se çkush je, ç'm ke bë mu. Se unë s'kam punë me ty. S'merrem me ty. Pranvera, e bëjmë kështu, se unë po të shikoj goxha të përgatitur, ty goxha të përgatitur, për te sëmundjes je goxha e përgatitur dhe trurën e pas ke shumë. Okej. Atëherë e bëjmë kështu, e bëjmë kështu. Pranvera, e bëjmë kështu. Në qoftë se ti ka argumenta, në qoftë se ti do të nxjerrësh, në qoftë se ti do të nxjerrësh, në qoftë se ti do të nxjerrësh mirë atë, sepse e nje e ke shoh. Jo, atë po them, jo, është e jotja. Ama të hyn në gjuna me një person që po lufton për jetën, nuk ja fal kurr atij dhe njerëzve të tjerë që mua më kanë shkatruar familjen. Ma një person thot që po lufton me jetën. Nuk ja fal kurr. Tashi, mu s'ka që me falë, se unë vesh mira i kam ba. E para. E dyta, me një person që po lufton me mend të kokës vetë. Jo me jetën. Se të luftosh me jetën, nuk del aty, ajo bërtet ma shumë se unë. A kupton? I njeri që lufton me jetën, rrinë kërvat të do, njerëz më lini rahat, se jam duke vdek. Nuk qëtë me thonë, kam familjen, më korit familjen, se më zorë TikTok. Po thot, o njerëz, okay? E para.